Surja El Enfal. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Të pyesin për plaçkën e luftës. Thua ju, plaçka e luftës është çështja e Allahut dhe të dërguarit. Prandaj, keni frikë Allahun. Rregulloni marrëdhëniet me njëri tjetrin dhe bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij nëse jeni besimtar. Besimtarët e vërtet janë vetëm ata që kur përmendet Allahu u friksohet zemra dhe kur u lexohen ajetet e tij ushtohet besimi. Ata kërkojnë mbështetje vetëm te Zoti i tyre. Ata e përkryejnë namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne. Këta janë besimtar të vërtet. Ata kanë grada të larta te Zoti i tyre dhe falje e bujari prej tij. Në të njëjtën mënyrë, Zoti yt deshi që ti të dilje nga shtëpia për të vërtetën, edhe pse disa besimtar nuk ishin të kënaqur. Ata polemizojnë me ty për të vërtetën, pasi ju ishte bërë e qartë, sikur të ishin duke u çuar drejt vdekjes së sigurt. Kujtoni kur Allahu ju premtoi se njëri prej dy grupeve do të ishte juaji. Ju dëshironi të kishit përballë të paarmatosurit, por Allahu deshte të përliqte të vërtetën me fjalën e tij e të shkulte rrënjët e mohuesve. Të forconte të vërtetën e të çrrënjoste të kotën, edhe pse keqbërësit e urrejnë këtë. Kujtoni kur kërkuat ndihmë nga Zoti juaj dhe ai ju përgjigj. Unë do t'ju ndihmoj me 1.000 lekë që vinë njëri pas tjetrit. Allahu e solli atë veçse që t'ju gëzonte dhe që t'ju forconte zemrat. Ndihma vjen vetëm prej Allahut. Allahu është vërtet ngadhnjimtar dhe i urtë. Kujtoni kur ai ju bëri të flini pak për t'ju mbushur me siguri nga ana e tij. Ai zbriti nga qielli ujë për t'ju pastruar me të, për të hequr ndyrësinë e shejtanit, për të fuqizuar bindjet në zemrat tuaja dhe për t'ju përforcuar këmbët tuaja. Kujto kur Zoti yt u kumtoi engjëjve se unë jam me ju, prandaj jepuni forcë besimtarve. Unë do të fus frikë në zemrat e ju besimtarve, kurse ju goditni si për qafës e goditni në çdo gjymtyr, sepse ata kanë kundërshtuar Allahun dhe të dërguarin e tij. Për atë që kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, Allahu është ndëshkues i ashpër. Ky është dënimi juaj, prandaj shijojeni atë. Mohuesve u takon dënimi i zjarrit. O ju që keni besuar, kur të jeni përballë ushtrisë së jo besimtarve, kur mos u ktheni shpinën. Askush të mos u kthej atyre shpinën në atë moment, veç atij që kthehet për të luftuar ose për t'ju bashkangjitur një grupi tjetër. Kush tërhiqet, ai ka tërhequr kundër vetes zemrimin e Allahut dhe vendi i tij është xhehenemi, një strehim shumë i keq. Nuk ishit ju që i vrat ata, por ishte Allahu ai që i vrau ata. Nuk ishe ti ai që i gjuajte atëherë kur i gjuajte, por ishte Allahu ai që i gjuajti. Për t'i shpërblyer besimtarët me një dhuratë të mirë prej tij. Nuk ka dyshim se Allahu është gjithë dëgjues dhe i gjithditur. Kjo është e vërteta. Pa dyshim, Allahu ka për t'i shkatruar kurthet e jo besimtarve. Nëse ju luteni për fitore, ja ku erdhi fitoria, por nëse tërhiqeni nga i keqja, kjo do të jetë më e mirë për ju. Nëse ju i ktheheni pa drejtësive, edhe ne i kthehemi ndëshkimit. Forcat tuaja nuk kanë për t'ju ndihmuar as pak, edhe sikur të shumohen, sepse Allahu është me besimtarët. O ju që keni besuar, bindjuni Allahut dhe të dërguarit të tij e mos ktheni shpinën kur ju i dëgjoni. Mos u bëni si ata që thonë dëgjuam, por në të vërtet nuk dëgjojnë. Krijesat më të këqija para Allahut janë të shurdhërit dhe memecët. Ata nuk kuptojnë.
Nëse Allahu do të kishte parë tek ata ndonjë të mirë, do t'i kishte bërë vërtet të dëgjonin, por edhe si kur t'i bënte të dëgjonin, ata do të sprapseshin dhe do të kundërshtonin. O ju që keni besuar, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit të tij. Kur ai ju fton tek ajo që ju jep jetë dhe dijeni se Allahu ndërhyn ndërmjet njeriut dhe zemrës së tij dhe se është ai tek i cili ju do të tuboheni të gjithë. Ruhuni nga ndëshkimi i Zotit, i cili nuk godet vetëm ata që bëjnë padrejtësi, dhe ta dijeni se Allahu është ndëshkues i rrept. Kujtoni kur ju ishit të pakt në numër e të dobët në vend dhe friksoheshit se mos njerëzit ju glabëronin. Por ai ju strehoi dhe ju përkrahu me ndihmën e tij. Ai ju furnizoi me të mira që ju të jeni mirënjohës. O ju që keni besuar, mos e tradhtoni besimin Allahut dhe të dërguarit, dhe mos i tradhtoni me vetëdije amanetet që ju lihen ju. Dijeni se pasuria dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë për ju dhe se shpërblimi i madh gjendet vetëm tek Allahu. O ju që keni besuar, nëse tregoni devotshmëri ndaj Allahut, ai do t'ju mundsoj të dalloni të vërtetën. Do t'ju mbuloj të këqijat dhe do t'ua fal gjunahet. Allahu është Zoti i mirësive të pafund. Kujto si komplotuan jo besimtarët kundër teje për të mbajtur në pranga, vrar ose dëbuar nga shtëpia jote. Ata bënin kurthe, por edhe Allahu u ngrinte kurthe. Allahu është më i miri planifikues. Kur lexohen atyra jetët tona, ata thonë, ne kemi dëgjuar si këto, po të donim edhe ne mund të thojshim fjalë të tilla. Këto nuk janë gjë tjetër përveç se paralla të vjetra. Kujto si thanë ata, o Allah, nëse ky Kur'an është vërtet prej teje, lësho mbi ne rrebesh gurësh nga qielli ose na jep ndonjë dënim të rënd. Por Allahu kur nuk do t'i dënonte ata, përderisa ti, o Muhammed, je në mesin e tyre, dhe Allahu kur nuk do t'i dënonte ata nëse kërkojnë falje për gjunahet e tyre. E çfarë mund t'i mbrojë ata nga dënimi i Allahut kur ata pengojnë vizitën në xhamin e shenjtë? Ata nuk janë rojtar të saj. Askush përveç të devotshmit nuk mund të jetë rojtari i saj, por shumica e tyre nuk e dinë. Namazi i tyre në shtëpinë e Allahut ishte vetëm fishkëllima dhe duartrokitje. Prandaj, shijojeni dënimin se ju nuk besonit. Ata që nuk besojnë e shpenzojnë pasurinë e tyre për t'i penguar njerëzit nga rruga e Allahut, dhe kështu do të vijojnë ata ta shpenzojnë atë. Por në fund, ata do të kenë vetëm dëshpërim, dhe pastaj ata do të mposhten. Të gjithë mohuesit do të ngrumbullohen në xhehenem. Allahu do t'i veçojë të këqijt nga të mirët dhe të këqijt do t'i vërë njërin mbi tjetrin e të gjithë bashk do t'i hedhë në xhehenem. Këta janë të humburit. Thua ju jo besimtarve që nëse heqin dorë nga mosbesimi, do t'u falet e kaluara, por nëse ngulmojnë në të tyren, atëherë le të jetë dënimi popujve të mëparshëm si paralajmërim për ta. Luftojeni ata derisa të mos ketë më idhujtari dhe i tërë adhurimi të bëhet vetëm për Allahun. Po nëse ata heqin dorë, Allahu sheh gjithçka që bëjnë ata. E nëse refuzojnë, dijeni se Allahu është mbrojtësi juaj. Ai është mbrojtësi dhe mbështetësi më i mirë. Ta dini se nga e tërë plaçka e luftës që mund të fitoni, 1/5 u takon Allahut, të dërguarit e farefisit të afërm të tij, jetimëve, të varfërve dhe udhëtarve. Nëse besoni në Allahun dhe në atë që ne ja kemi shpallur robit ton, ditën e ndasisë mes besimit dhe mosbesimit, ditën kur u ndeshën dy ushtrit. Allahu është i plot fuqishëm për gjithçka. Ju ishit në anën më të afërt të luginës, ndërsa ata në anën më të largët të saj, ndërsa karavani ishte më poshtë jush. E sikur ta kishit planifikuar me njëri tjetrin atë takim,
nuk do të kishte qenë aq i përcaktuar mirë. Por ishte Allahu ai që kishte përcaktuar të ndodhte, dhe ashtu ndodhi, me qëllim që jo besimtarët të mund ta dinin se kanë mohuar pasi e vërteta i u bë e qartë. Ndërsa besimtarët të mund të vazhdonin të besojnë pasi e vërteta u bë e qartë. Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Allahu të tregoi në ëndër se ata ishin pak. Sikur të kishte treguar se ishin shumë, ju do të kishit humbur guximin e do të ishit grindur për vendimin tuaj. Por Allahu ju shpëtoi. Ai i di mirë çfarë fshehin zemrat. Kur u përballet me armikun, ai ju shfaqi në sy tuaj sikur ata ishin pak, por edhe ju bëri të dukeshit pak në sytë e tyre, në mënyrë që Allahu ta përmbushte atë që ishte caktuar. Tek Allahu kthehen për gjykim të gjitha çështjet. O ju që keni besuar, kur të ndesheni me ndonjë forcë, qëndroni fort dhe përmendeni shumë Allahun që të arrini fitoren e dëshiruar. Binduni Allahut e të dërguarit të tij e mos u grindni ndërmjet jush, sepse kështu do të dobësoheshit e do t'ju lindte fuqia. Bëhuni durimtar sepse Allahu është me durimtarët. Mos u bëni si ata që dolën prej shtëpive të tyre sa për krenari, për t'i parë bota dhe për të penguar të tjerët nga rruga e Allahut. Allahu mbikëqyr gjithçka që bëjnë ata. Shejtani u azbukuroi atyre veprat e këqija dhe u tha: askush nuk mund t'ju mposht ju sot, sepse do të jem unë mbrojtësi juaj. Por kur u ndeshën dy ushtrit, ai iku me të katërta e tha: unë nuk kam të bëj me ju, unë shoh atë që ju nuk e shihni, unë i friksohem Allahut. Allahu ka vërtet ndëshkim të ashpër. Hipokritët dhe ata që kishin zemër të sëmur thanë: këta njerëz i ka mashtruar feja e tyre. Ata që i mbështeten Allahut, le ta dinë se Allahu është ngadhnjimtar e i urtë. Sikur të shihje kur melekët u marrin shpirtin mohuesve, si godasin në fytyrë dhe në shpinë, duke thënë: shijoni dënimin e zjarrit përvëlues. Kjo vjen për shkak të veprave që keni bërë me duart tuaja. Allahu nuk është asnjëherë pa drejt me robët e vet. Kështu ndodhi edhe i thtarëve të faraonit dhe të tjerëve që kanë qenë para tyre. Ata i mohuan shpalljet e Allahut dhe ai i ndëshkoi për shkak të gjunaheve që bën. Pa dyshim, Allahu është i fuqishëm dhe dëshkues i ashpër. Sepse Allahu kur nuk do ta ndryshoj bekimin që i ka dhuruar një populli, derisa ata ta ndryshojnë atë që kanë në shpirtrat e tyre. Vërtet, Allahu është gjithdëgjues e i gjithditur. Një lloj ishte tradita e popullit të faraonit dhe e të tjerëve më përpara. Ata i konsideronin të rreme shenjat e Zotit të tyre. Prandaj ne i shkatëruam për shkak të gjunaheve që bën dhe njerëzit e faraonit i fundosëm. Të gjithë këta ishin keqbërës. Krijesat më të këqija për Allahun janë ata që e mohojnë atë. Ata kur nuk do të besojnë. Janë ata me të cilët ti ke bërë marrëveshje, por ata e shkelin gjithë një marrëveshjen dhe nuk e kanë frikë Allahun. Nëse i ndesh ata në luftë, shpartalloj që të marrin mësim ata që vinë pas tyre. Nëse i druhesh pa besis nga ndonjë grup, atëherë njoftoj paraprakisht për prishjen e paktit që të jeni në kushte të barabarta. Allahu nuk i do të pabesët. Mohuesit të mos mendojnë se mund të shpëtojnë. Ata nuk mund t'i shmangen dënimit të Allahut. Përgatituni kundër tyre me sa fuqi të keni, përfshir kuajt e luftës, në mënyrë që t'i fusni të merrin armikut të Allahut dhe armikut tuaj, si dhe të tjerëve të cilët mund të mos i dini, por të cilët i di Allahu. Çfarëdo që të shpenzoni në rrugën e Allahut, ajo do t'ju kompensohet dhe nuk do t'ju bëhet as pak pa drejtësi. Nëse armiku kërkon paqe, pranoj atë dhe mbështetju Allahut. Ai është gjithdëgjues e i gjithditur. Po nëse ata duan të mashtrojnë, atëherë
ty të mjafton Allahu, ai të ka furnizuar ty me ndihmën e tij dhe me besimtarët. Ai i ka bashkuar zemrat e tyre, edhe sikur të shpenzojnë gjithçka që është në tokë, nuk do të mund t'i bashkojë zemrat e tyre, por ishte Allahu ai që e bëri atë bashkim. Ai është ngadhnjimtar e i urtë. O profet, Allahu të mjafton ty dhe u mjafton besimtarve që të pasojnë ty. O profet, nxiti besimtarët për të luftuar, nëse prej jush janë 20 veta durimtar, do të mundin 200. Nëse janë 100, do të mundin 1000 jo besimtar, për shkak se ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Allahu ju ka sjell tashmë një lehtësim sepse ai e di se keni një pikë të dobët. Nëse prej jush janë 100 të durueshëm, do t'i mundni 200, e nëse jeni 1000, atëherë me ndihmën e Zotit do t'i mundni 2000. Allahu është me durimtarët. Asnjë pejgamberi nuk i takon të mbajë robër derisa të ketë triumfuar plotësisht në vend. Ju synoni të mirat e kësaj bote, ndërsa Allahu dëshiron për ju ahiretin. Allahu është ngadhnjimtar dhe i urtë. Po të mos kishte qenë urdhëri i mëparshëm i Allahut, atëherë do t'ju kishte goditur një dënim i madh për atë që morët. Kënaquni me atë që fitoni me luftë si të lejuar dhe të mirë, dhe jini të devotshëm ndaj Allahut. Allahu është falës e mëshirëplot. O profet, thuaj ju robërve që i keni në dorë, nëse Allahu sheh ndonjë të mirë në zemrat tuaja, ai ju jep edhe më shumë të mira nga ajo çka ju është marrë dhe ju afal gjunahet tuaja. Allahu është falës e mëshirëplot. E nëse ata duan të tradhtojnë ty, o Muhammed, dije se në të vërtet kanë tradhtuar Allahun, por ai ka ngadhnjur gjithmonë mbi ta. Allahu është i gjithditur dhe i urtë. Vërtet, ata që besuan dhe mërguan, pastaj luftuan me pasurinë e me shpirtin e tyre në rrugën e Allahut, por dhe ata që i strehuan dhe i ndihmuan, këta të gjithë janë miqe mbrojtës të njëri tjetrit. Ndërsa ata që besuan, por ende nuk kanë mërguar, ju nuk e keni detyrë t'i mbështesni e t'i ndihmoni derisa edhe ata të mërgojnë. Nëse ata kërkojnë ndihmën tuaj për çështjen e fesë, atëherë është detyra juaj t'i ndihmoni, përveç se kundër një populli me të cilin keni marrëveshje të ndërsjellë. Allahu sheh gjithçka që ju bëni. Jo besimtarët janë miq të njëri tjetrit. Nëse ju nuk veproni ashtu, pra nuk do të mbroni njëri tjetrin, do të bëhet fitnë dhe shkatrim i madh në tokë. Ata që besuan, migruan dhe luftuan në rrugën e Allahut, dhe ata që i strehuan dhe i ndihmuan, pikërisht këta janë besimtar të vërtet, për ta ka falje dhe shpërblim shumë bujar. Edhe ata që u bën besimtar më pas, që migruan dhe luftuan së bashku me ju, janë vëllezërit tuaj. Megjithatë, farefisi ka më shumë përparësi ndaj njëri tjetrit sipas librit të Zotit. Allahu di gjithçka.